sy drejt së shkuarës dhe një zemër drejt së ardhmës. Sot ne po bëjmë një udhëtim ndryshe, një udhëtim në qytetin tonë të bukur, Elbasanin, ku çdo rrugicë, çdo ndërtesë dhe çdo gur i kalas flet për historinë tonë, për gjurmët që kanë lënë të parët tanë. Kalaja që qëndron krenare në mes të qytetit nuk mund të ndryshohet. Ajo është tesari që na e kanë lënë trashëgimi brez pas brezi. Ajo është kuptimi, rënja, krenaria jonë. Brenda saj jeton një histori që duhet ruajtur me dashuri e respekt. Qyteti ynë është i gjallë. Ne ecim nëpër rrugët e tij, duke parë figura gjeometrike 2D, të trupa gjeometrik 3D të shfaqur në jetën e përditshme, dritarët katrore, çatit të pisin në trekëndor, tupat cilindrik, ndërtesa që ngrihen si kub të mëdhenj, drejt qiellit, gjithçka na rrethon është formë, është matematik, është krijim. Ne do ta kthejmë të ardhmen me kodim. Ne jemi brezi i teknologjisë, brezi që do të ndërtojë pallatet e së ardhmes, jo vetëm me tulla dhe beton, por me ide, imagjinatë, kode e teknologji të zgjuar. E ardhmja është në duart tona, me kodim, me inteligjencë artificiale, me dashurinë dhe respektin që kemi për historinë, ne do të ndërtojmë një Elbasan të ri. Një qytet që ruan shpirtin e së shkuarës, por jeton me zemrën e së ardhmes. Ky është projekti ynë inovator, një udhëtim ku historia dhe teknologjia bashkohen, ku ne nxënës të klasës së 6A të shkollës Fadir Gurmani do jemi krijues të së nesërmes. Sepse ne mund ta ndryshojmë botën. Ne do ta arrijmë!